Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel dhe janë zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me armë, pavarësisht përpjekjes së Rusisë për të parandaluar dërgimin e armëve të perëndimit në Kiev përmes bisedimeve të vazhdueshme për anëpushim. Liderët e bllokut evropian do të mblidhen në Bruksel dhe do të vijojnë edhe nesër, ku pritet të miratojnë konkluzionet e samitit që përcaktojnë se Bashkimi Evropian beson në qasjen e paqes përmes forcës, e cila kërkon që Ukraina të jetë në një pozicion të fuqishëm të mundshëm dhe kapacitetet e saj ushtarake janë elemente kryesore. Takimi në Bruksel do zhvillohet 2 ditë pas një bisede telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Putin, përgjatë së cilës 2 liderët janë pajtuar për një pauzë 30 ditore në sulmet në infrastrukturën e energjisë. Megjithatë, vetëm disa orë pas thirrjes, agjencitë ukrainase kurorore kanë konfirmuar se dronët rusë kanë shënjestruar infrastrukturën e energjisë të lidhur me sistemin e kuroror në rajonin e Dnipropetrovskit. Në rrethana normale, 27 vendet të BE-s duhet miratojnë konkluzonet në unanimitet. Mirë po, diplomatët e BE-s kanë thënë se në kushte anonimiteti se Hungaria, e cila është se cilën herë më afërt me Kremlinin, do të distancohet ashtu sikur ka ndodhur në një samit tjetër të BE-s të mbajtur më herët gjatë muajit.